pak ndryshe nga dy historitë e para, kur kishim dy raste të një gruaje që është e lumtur seksualisht në marrëdhënien e saj, pra ka një jetë të kënaqshme intime, dhe një grua tjetër që mendonte për historinë e kaluar. Tani do të kalojmë në një histori shumë interesante. Është historia e Teutës, e cila pak a shumë vuan faktin që i shoqi do shumë jo shumë të kryej marrëdhënie, po do ta kryej shumë shpesh. Ndoshta edhe jashtë mundësive të saj fizike, se e dim vetë domethënë parasysh që sa punë kemi, lodhje, kalamaj, ajo ka dhe një fëmijë dhe është bërë pak problem. Dëshira e tij seksuale, hiperseksualizmi, tamam, se s'po ja gjija fjalën. Teuta? Përshëndetje. Përshëndetje. Ju falenderoj shumë të gjithëve në fakt çdo telefonat për që pranua të flisi për këtë temë. Rasti yt është një rast që edhe ky është një rast i dëgjuar, nuk është se është rast unik, por megjithatë nuk është i shpesht. Që një mashkull ka dëshira seksuale ndaj gruas vet dhe mbas vitesh dhe mbas fëmijëve është shumë njerëz thon bravo i qoftë, bravo që keni marrëdhënie seksuale, por në rastin tënd ti shkruan që është tepruar. Ç'do më thon kjo? Okej, ti mund të thosh që nuk është shpesh, por mendoj që jemi ka shumë gra, njësoj si unë, që vjen një moment, domethënë, sidomos mbas 15 vite lidhje që kam me partnerin tim, siç edhe ti theke, kemi edhe një fëmijë 6 vjeç, kemi të dy edhe punë impenjative, pastaj si çdo grua dhe unë kam detyrimet që ka shtëpia, koha me fëmijën, mësimet e të tjerë. Sfidat që unë kam me partnerin tim është fakti që në këtë moment të jetës që unë jam, pra fëmia, puna, shtëpia dhe shumë detyrime të tjera. Nëse dikur, për shembull, marrëdhëniet seksuale, marrëdhëniet intime ishin spontane, nuk kishim kaq shumë, le të themi, pengesa që të pengojnë të jesh intime me partnerin kur ti dëshiron. Dihet që mbasarjes në jetë të një fëmije raporti ndryshon. Diçka që dikur ishte spontane nuk është më. Dhe kur vjen momenti i darkës që ke kryer gjatë detyrimet e ditës, edhe fëmia flet gjumë dhe partneri të kërkon intimitet, ne gratë ose unë personalisht kam momente që ndjem shumë e lodhur mendërisht, fizikisht, kam nevojë për intimitet emocional, kam nevojë për një afërsi, le të themi, emocionale me partnerin. Dhe kur e refuzoj, reagimi që marr nga ana tjetër është pak toksik ose pak pasiv-agresiv, që s'u ndojshoja. Pra, ai e merr si refuzim personal. Sado ne mundoj shpeshherë të shpjegoj që zemër jam e lodhur, nuk kam dëshirë sot. Të nesërmen vijojnë dramat ose le të themi një sjellje nervoze ose një heshtje, një distancim, debate për gjëra nga më të voglat. Domethënë krijohet një situatë e pakëndshme në shtëpi, një situatë e tensionuar që le të themi tone të larta zëri që patjetër pastaj afektojnë edhe fëmijën. Kjo ndodh gjithmonë, kjo ndodh gjithmonë sa herë që refuzon? Duke qenë se unë ja kam shprehur këtë që nuk më pëlqen sjellja jote kur unë nuk kam dëshirë, ai le të themi deri diku ka punuar me veten dhe është munduar të reduktoj. Nëse dikur për shembull e shfaqte me nervozizëm, me distancim, drama, tani nuk i shfaq më këto sjellje, por shfaq le të themi një gjendje kështu të mërzitur, depresive, vërdall nëpër shtëpi. Dhe mua kjo gjë më lëndon, kjo gjë mua më bën ndjem në faj, më bën të ndjem përgjegjëse që unë nuk po i plotësoj nevojat, nuk po kënaq partnerin tim. Dhe dalim pastaj ke pyetja jote që ndonjëherë shumë herë e bëj thjesht për të bërë detyrën, për të evituar drama në shtëpi, sepse krijon situata të pakëndshme që askush nuk do të gjendet në situata tensionuare në shtëpi. Unë dua përpara se të kalojmë edhe tek Jona, dua të kuptoj më shumë dhe marrëdhënien tuaj. Ju kur jeni njohur para 15 vitesh, si ishte seksi, tamam, si ishte marrëdhënia intime? Shumë intensiv, domethënë fillimet tona jemi njohur në gjimnaz, kemi pasur jetë seksuale shumë intensive, të kënaqshme. Unë nuk është se nuk e dua dhe nuk ndjem më tërhequr fizikisht, emocionalisht, nuk është se nuk kam tërheqje ndaj tij ose nuk kam dashuri.
çështja si t'ja shprehun atij që mos ta marri si refuzim, pyetja ime për psikologën më saktë ishte. Si t'ja shprehun partnerit tim, që nuk ke pse të ndihesh i refuzuar ose nuk ke pse të ndihesh sikur unë nuk të dëshiroj më, nuk jam më e të rrishur ndaj teje ose nuk kam më dashuri ndaj teje. Thjesht jam unë si grua që në këtë moment të jetës time që jam në të 30-tat, jam e lodhur gjatë ditës dhe punoj dhe fëmijë dhe gjitha, nuk e ndjej dëshirën më si dikur. Tani më fal, sa shpesh e kërkon? Le të themi për ditë. Për ditë, për 15 vjet për ditë? Prandaj ideja. Po. Edhe gjatë shtatzanisë mas lindjes këtyre periudhave që shumë me shujt. Po. Do të thotë ai ka të njëjtin seksualizëm, mund të themi që nga, si ju tha, në gjimnaz, po që nga ajo moshë nuk i ka ndryshuar fare. Fare, dhe unë nuk e di tash shumë kur flas ndonjëherë me shoqjet e mia janë të mendimit që hëse meshkujt 24/7 aty e kanë mendje, no? Nuk e di tani është diçka që është normale për meshkujt dhe për ne femrat, pastaj rënia dëshirës në kalimin e viteve. Edhe kur ka, më fal, edhe kur ka, se thjesht ta kuptoj pak se po të kuptoj pak historinë që edhe Jona ta kuptoj që pastaj t'ju përgjigjet pyetjeve tuaja dhe kur ka kaluar raste gjëra të vështira, pra gjithmonë është i njëjtë në këtë pikë. Përkundrazi, kur kemi momente stresuese në jetë ose kur kemi situata të vështira në jetë, është akoma dhe më shumë e shpreh akoma dhe më shumë atë nevojën, sidomos në çaste të vështira të jetës, sfida, probleme ose rrethana stresuese, aty bëhet akoma dhe më e madhe nevoja. E ka shprehur ndonjëherë nga përse ka këtë nevojë, ka ishte shpesh? Nuk e di, ai thjesht këtë e pranon, po thotë jam hiperseksual, kam nevojë, unë pas më dhe, domethënë në moment që ti mua më refuzon marrëdhëniet seksuale, unë ndihem mërzitem, ndihem keq. Pra refuzimi ato e bën të ndihet keq apo konstante. Po, refuzimi e bën të ndihet keq dhe pastaj vijnë problematikat e tjera që shpreh, domethënë distancim, heshtje dhe sjellje negative, toksike në shtëpi. Pra ti po e thua që ka një nevojë të shpeshtë për të kryer marrëdhënie, por edhe refuzimi nga ana tjetër i jep një sër emocionesh të tjera. E merr personal, domethënë në vend të më kuptoj mua si grua që nuk kam gjë personale me ty, të du fort, dëshiroj amende, jemi okay bashkë, thjesht jam shumë i lodhur sot, ose nuk kam dëshirë sot, ose jam në ditë mia të këqija, sepse varet tash edhe në çfarë fazë hormonale jemi në gratë, siç jemi një javë, nuk jemi një javës tjetër. Nuk ka arritur asnjëherë që ta kuptoj për shembull refuzimin tënd që vjen dhe për këtë arsye që përmendëm. Është munduar shumë të punoj me veten që pastaj të shmangen ato. Ka kërkuar problematikat, por jo, prandaj edhe unë duhet të bëj këtë bisedë, sepse dija që do jesh edhe ti prandalinës. Po. Dhe realisht doja një mendim dhe më thonë, më thuaj. Është e rëndësishme që të kuptojmë nga se i vjen atij kjo nevojë. Nëse e lidh për shembull me faktin që si burr mund ta ketë të nevojshme, ose e lidh aktivitetin seksual me një lloj vlerësimi të vetes, pra aty ndihet më burrëror, le të themi, përveç shkarkimit që i bën pjesa e aktivitetit seksual, i bën një burri, pra shkarkon tensionin që akumulon në trup. Me një lloj vlerësimi të vetes. Pra mund të jetë dhe një, mund të jetë, siç e the edhe vet, pjesa e stresit ose ankthit që ai mban gjatë ditës, edhe e ka bërë si një mënyrë ose mekanizëm përballues për këtë pjesë. Por absolutisht nuk është e drejtë që të mos merren në konsiderat ose parasysh nevojat e tua. Aktiviteti seksual është diçka që duhet të jetë i përbashkët, një nevojë domethënë e të dyve që të funksionojë. Kështu që dhe refuzimi yt është i drejtë nëse ti nuk e ndjen, sikurse edhe nevoja e tij të merret parasysh jo gjithmonë e para. Në ato që ti the, domethënë më që komunikim sa keni ndërtuar bashkë, duket sikur ai çdo refuzim, nëse nuk e merr parasysh, e shpreh edhe me një trishtim kundrejt teje ose siç e the një formë depresive në shtëpi.
Kështu që edhe këto janë forma pasive ndaj teje për të treguar që nuk u realizua ajo që doja unë. Një ndëshkim, le të themi ndaj meje, që nëse ti mua nuk më plotson këto nevoja, unë do sillem në këtë mënyrë me ty. Dhe kjo gjë më lëndon të them drejtën, sepse nuk di dhe unë, do me thonë, okay, ka momente që edhe unë dëshira është e madhe dhe çdo gjë është okay në ato momente, por në momentet që unë nuk kam dëshirë dhe vjen refuzimi nga ana ime, a është shprehë saj shpresë emocionale apo e ka të vështirë të flet, për shembull për ndjesitë e vet? Shpresë në lidhje me çfarë? Të tregoj, përveç se ti të kuptosh ato, që i shikon sjelljet e tij depresive në shtëpi, ai shpreh ai për shembull si burr flet për gjendjen e tij emocionale. Kemi komunikim shumë të mirë. Nuk është problem komunikimi, më shumë është kuptimi. Më shumë jam unë që do të kuptoj, ose më saktë një këshill për mua dhe ndoshta për çdo grua që ndonjëherë bën si për të bërë detyrën, që më shpreh mungesën e dëshirës, pa e bërë tjetrin të ndjetë keq. Teuta, më fal, para të kaloj tek Jona dhe ti përgjigjet pyetjes. Marrëdhënia juaj intime, kuptohet që në ditët që ti nuk do, nuk është ndonjë marrëdhënie kush e di se çfarë. Atë aq të tërë njerëzit e martuar arrin ta kuptojnë se të tërë e kanë bërë. Diçka bazike, po. Po në ditët që do ti, si është, a ka pasiona e marrëdhënie apo është mekanike? Domethënë, ai është përsëritës në marrëdhënie apo ka fantazi me marrëdhënien? Unë jam jo, pas kaq shumë vitesh përsëritja është një term që nuk ekziston për ne. Unë gjithashtu jam edhe vetë femër shumë pasionante kur jam për shembull në fazën e ovulimit ose kur jam në formë të mirë, kam shef domethënë një lizëri, të dukem bukur, të dalim për një date, pasi të kalojmë pak kohë romantike bashkë. Por patjetër ka ato ditët e mia të këqija që dua thjesht të zhytem në divan dhe thjesht të më përqafos ose ndonjë film, por as atë nuk e marr, më mungon biles, më mungon afeksioni emocional, sepse është afeksion seksual zero. Dhe kjo për mua Po mirë, me që përmende filmat, a ka gjetur metoda të tjera shkarkimit të këtij hiperseksualizmit që nga vetë kënaqësia deri tek filmat erotik? Jo, nuk i preferon. Nuk i preferon fare. E ka kaluar atë fazën e adoleshencës, kështu që nuk është. Nuk i preferon, do vetëm ty. Ka ushtruar forcë ndaj teje në Jo, fare. Do të thotë forcë të ëmbël quhet ajo që hajde se do ti apo. Pa që bëjmë kështu sigurisht do. Por tash kështu ndonjëherë me lojë, po jo forcë në të kuptimin që. Jo, dakord. Po insinuove ti, domethënë. Teuta, dëgjova shpesh faktin që thua nuk dua ta lëndoj, nuk dua që ai ta marr personale. Pse mendon që do ta marrë personale një nevojë tënden? Domethënë që ti thua unë nuk kam dëshirë ose jam e lodhur. Pra këtu futet një gjë tjetër para marrëdhënies, më fal. Këtu futet diçka tjetër para marrëdhënies seksuale, futet komunikimi dhe të flasim për ndjenjat, të flasim për nevojat tona. Lodhja është natyrshme që të jetë, dhe ai këtë gjë duhet ta kuptoj para, të jetë përpara dhe nuk e di pse ti kushton kaq shumë rëndësi nevojave të tij, vazhdimisht i vendos në prioritet. Ke drejt. Pyetje e bukur, nuk e di as unë vetë pse. E përsëris dashuria është shumë e madhe, por ndoshta sjellja e tij pak dramatike më bën mua të ndihem në faj. Po mendoj se këtu është çështja që duhet rregulluar, sepse nuk e di nëse ka ndodhur një gjë e tillë, por mund të jetë mësuar me sjelljen tënde që ti e ke vendosur vazhdimisht atë prioritet me nevojat e tij, të ka bërë të ndihesh në faj dhe është një sjellje mësuar më pas, që partneri e merr për të mirëqenë faktin që ti do jesh në dispozicion të nevojave të tij. Kështu që ta nisim me këtë, që ti nuk e pse ndërton një gjuhë komunikimi me të për të mos e bërë të ndihet keq. Në fakt ai duhet të ndihet dhe ai pak keq në sjelljen e tij, sepse kjo mund ta limitoj, pra mos e kërkoj kaq shumë. Mund t'i vi dhe me sjelljen tënde, të lodhjes, pra këtu duam të dalim, pse ai nuk kupton faktin që ti je lodhur dhe nuk mundesh të kesh marrëdhënie me të.
pas një dite që je angazhuar vazhdimisht me fëmijët, me punën, je stresuar, ke momente, siç po e thonte edhe Dalina më përpara, pra edhe kur pasi ke lindur, që janë dhe momente ku një grua nuk ka shumë atë libidon ose dëshirën seksuale të lartë, ka një proces hormonal ndërlikuar. Këshilla është që të nis me të folurin e ndershëm përpara. Pra ndershmëria fillon duke qenë e hapur me atë që unë edhe nuk dua të kryej marrëdhënie në momentet e caktuar, dhe ai ta pranoj këtë gjë. Domethënë, para se të kalojmë tek akti që përsëritet, duhet të filloj me komunikimin përpara. Domethënë, aty juve duhet flisni hapur për nevojat e të dyve, të merrni në konsiderat të dy dhe të limitohet nëse ti e ndjen kaq të pamundur të jesh aktive seksualisht sa herë që ajo kërkon. Pra duhet të filloj një pranim edhe nga ana e tij. Dhe këtu ti edhe duhet mund ta lëndosh, siç e ke në mendjen tënde para, për të thënë që nuk mund ta lëndoj, në fakt edhe lëndimi mund të sjellë ndryshimin e sjelljes. Okej. Do të thënë një komunikim nga ana ime i pasuar me një sjellje refuzuese në thonjza për ta bërë atë të kuptoj që unë kam limitet e mia. Në thua një rast si ke folur ti kur nuk e dashur vërtet? Jam munduar të bëj të kuptoj që du fort, kam shpirt, e shoh që ke dëshirë, por kam nevojë të shplodhem në këtë moment, kupton? Dhe si ka qenë reagimi? Do vish të përqafohemi pak, shohim ndonjë film, qetësohemi pak, pim ndonjë gotë verë. Reagimi ka qenë ikën në një dhomë tjetër edhe natën e mirë. Okej, kjo është diçka që ai do ta zgjidh me veten. Këtu nuk është në përgjegjësia jote, sepse ti ke thënë atë gjën që le themi duhet të thënë. Ndoshta po supozohet Euta mos ke dhe frikë që nëse e refuzon shpesh ai do të gjej diku tjetër të shfrytëzuar. Dëgjoj, jemi sinqerta, ne gratë në Shqipëri, edhe ne nuset e reja na kanë rritit çik me atë frazën po so ngrim shtëpi burri do shkoj të haj diku tjetër. Patjetër. Që jena rritit çik me këtë kulturën e tillë, apo jo, jemi sinqerta. Kështu që ndoshta është një trauma e brezave e ngulitur ke shumica e gocave shqiptare. Nuk e di tash, ndoshta flas në numër një shumës gabimisht, po mendimi im, një analizë ime e kulturës shqiptare. Plus që jemi rritur edhe me mentalitet. Jo, kam përshtypjen jo vetëm këtu, po këto janë edhe mentalitete botërore që mos ia prish burrit. Pra, bëj atë qef edhe pastaj vazhdo jetën tënde gjatë gjithë ditës. Atë do ai, edhe që qysh që t'ja japësh ti se qysh të do ty. Shpeshherë dëgjohet vërdall që po so ngrim shtëpi do shkoj të haj rrugëve dhe më frikson, sepse patjetër unë nuk e kam atë le të themi kompetencën për ta mbajtur tjetrin me litar. Patjetër në moment që ti nuk ndihesh i kënaqur me mua, ose unë nuk të plotësoj nevojat e tua, ti ma komunikon dhe je i lirë të gjesh një person që unë nuk mund ta mbaj partnerin me dorë, pavarësisht sa vite mund kemi bashkë. E ke konfrontuar me sjelljen e tij që bën atë pasiv-agresiven? E kam konfrontuar, po. Ta thash, atë pjesën toksike dhe nervozizmin atë i ka reduktuar, por janë zëvendësuar nga kjo gjendja që i mërzitur e depresionuar. Do me thëmë që se dikur kishte debate për detaje shumë të vogla nga gjëja më bazike o gjëja më vogël në shtëpi krijoheshin debate sepse nuk kishte marrë çfarë donte të merrte. Tani nuk bëhen më debate sepse ja kam shprehur shpesh herë që nuk më duket e drejtë që ti mua më trajton në këtë mënyrë pasive agresive sepse unë nuk plotësoj ty nevojat e tua sepse unë jam edhe thjesht shumë e lodhur. Po. Dhe i ka reduktuar të sillet, le të themi, në thonjza agresive, verbalisht gjithmonë të kuptohemi, por që janë zëvendësuar nga sjellje të një personi që ri i mërzitur vërdall në shtëpi. Fakti që ai është hiperseksual dhe në momentin që refuzohet kalon në një lloj gjendje si depresive, siç e tha Teuta, më kujton çdo lloj njeriu që ka një varësi. Po, dhe është pak a shumë kjo gjendje. Nëse ata nuk e mbushin atë, pastaj kalojnë në këtë lloj gjendje. Mund bëhen agresiv, pasiv-agresiv. Domethënë është
komplet ekstremi i asajt. Nuk menaxhon dot. Kështu që ai duhet ndoshta të kurohet për këtë. Po për këtë Teuta duhet t'ia kaloj përgjegjësinë partnerit për ta trajtuar diçka, sepse duke vazhduar e tillë, një marrëdhënie seksuale sasiore do filloj të krijojë detyrim pastaj. Do kthehet një lloj është kthyer në ndërsa si detyrim nga ana e Teutës. Jo gjithmonë seksin nga shefi. Duhet ta pikërisht, pra po bën të jo gjithmonë të kuptohemi. Jo gjithmonë që të kuptohemi, ka patjetër momente që dëshira është edhe prej meje, por jo aq e atij intensiteti që ka partneri im. Po bëhet, ajo prandaj bëhet si detyrë edhe sado që mund të ketë edhe pjesë romantike, këto kur refuzohet, domethënë, kur ti nuk do, është realisht shumë e bezdisshme për një grua. Nuk ja të gjitha në situatën tënde, të një hiperaktivi, por nga shumë gra, mira, qindra mira gra që ka ndodhur në gjatë martesës në situata që nuk kanë dashur. Nëse përsëritet situata dhe përsëritet, pastaj realisht bëhet shumë e bezdisshme dhe nga një anë dhe ofenduese. Bëhet shumë ofenduese sepse ti ke një njerëz që nuk dëgjon. Domethënë, edhe trupi, unë ka përshtypjen që edhe trupi kur ti nuk e do, sikur mbyllet. Domethënë, unë mendoj që trupi të flet shumë. Jam e sigurt që ka shumë gra që siç kishe pyetur edhe ti e bëjnë ndonjëherë e seksoj, thjesht për të bërë detyrën. Më fal, për ta shmangur, bën gjëra për ta shmangur, pra vonohesh të shkosh në dhoma, nuk e di, ke krijuar kështu situata, ke ndërtuar skenare të tilla? Shmangje është kur nxej gjumi bashkë me fëmin edhe thjesht nxej gjumi, kupton, është shmang. Gjithsesi Teuta do ishte shumë ndihmuese nëse partneri do kërkonte ndihmë, të kuptoj këtë lloj aktivizimi kaq shpesh seksual, ka një normalitet edhe te kjo pjesë, kështu që duhet të kërkoj ndihmë, të kuptoj pak çfarë shkakton. Përveç faktit që ai kërkon shpesh, janë pasojat që ndodhin në marrëdhënie, që do thotë ai nuk e kupton Teutën në nevojat e saj ose sjelljet që bën pasi nuk pranohet, që janë pak fëminore, pak agresive, që shkon pas. Ai si varësi. Teuta nuk është normale. Ka kaluar masën, çdo gjë në jetë ka një masë. Edhe seksi ka një masë. Në rast se ti është historia ashtu siç ma the ti tekstualisht, që gati çdo ditë për 15 vjet, duket e bukur kështu për ata që nuk e kuptojnë seksin apo s'kan familje, thonë wow, çfarë pasioni, por në fakt ka kaluar një masë, sepse ne edhe ka një masë edhe kur shkojmë në banjo, ka një masë kur ham, ka një masë kur pim. Ky është e kalim masë, pra ky nuk është dhe normalitet. Në këtë rast nuk ka nevojë fare asnjë asnjëri ta kuptojë që s'është normale dhe sjellja e tij pastaj nuk është normale, që ky nuk është i ndërgjegjur për këtë fakt, sepse ai minimumi se duhet të jetë mbi 30 vjeç, edhe ai duhet të jetë në atë moshë. Minimumi, dhe me këtë informacion tash mund të lexoj për këtë gjë dhe mund të edukohet dhe para të kuptoj që po i shkon një gruaj për bezdis çdo ditë për të njëjtën gjë. Kështu që ai është normale. Për këtë është zhvilluar dhe një ndjesi shumë e madhe faj tek Teuta. Që thot, më thuaj diçka se si unë mos e bëj të ndihet keq. Kaq shumë, domethënë, ka bërë sjellje në shtëpi që ja është përfshirë emocionimisht. Si t'ja shpreh mungesën e dëshirës pa e bërë ndihet keq. Po, e vërtet. Kjo, domethënë, do të filloj aty tek ai, nuk është çështja tek ty. Teuta, ti ke duruar shumë madje me deri më tani, me aq sa tregon. Mendoj se duhet t'ja japësh si përgjegjësi partnerit pjesën e rregullimit të kësaj sjellje. Qartë. Faleminderit për këshillat. Teuta, shumë faleminderit. Mirupafshim. Më pëlqeu një gjë tek rrëfimi i Teutës sepse më kujtoi pak ato pyetje që i bënin në gazeta dikur psikologëve ose që vazhdonin bënin revista femërore. Edhe ajo, domethënë, mënyra se si e trajtoi, se si erdhi këtu, erdhi me pyetje